Elbasani do të pres nesër në Elbasan Arena skuadrën e Vorës kundërshtarin që e ka surprizuar fazën e parë në këtë stadium, duke mundur në shifrat 1-2. Gjithsesi Elbasanasit besojnë se ky 90 minutësh do të paraqes një tjetër tablo, me shpresën që të jenë ata fitues dhe mbi të gjitha vijues të ruajtjes së kryesimit. Trajneri flet për gjendjen e skuadrës dhe mungesat në këtë përballje. Situata është si gjithmonë, situata është e mirë, ne jemi gati. Veç Bledar Lila akoma nuk është 100%, edhe Djallos. Të tjera ne jemi rregull, edhe presim nesër në ndeshjes. Në vim kreu i pankinës Elbasanase ndalet edhe tek euforia dhe çelësi i suksesit, që në një farë mënyrë ja faturon mbrojtjes, e cila është më e mira e kampionatit. Eufori kemi pa tjetër, por nuk kemi eufori budaleqe, si të them. Ne kemi në tokë, gjitha i di, stafi, lojtare, direktorët, kampionati është shumë e gjatë, kampionati është shumë e fort, akoma nuk kemi nuk më do të them gjysmë kampionati, nuk kemi marroj gjysmë kampionati, do me tonë kemi edhe dunë ndeshje deri fundit vitit, do me tonë gjithë është apo edhe nuk kemi shumë euforik. Tjetër, nëse jam korrekt e drejt, ishte gol avantazh ishte 15 me 6 apo me 7, do me tonë 15 gola shënon, 7 peson. Ne jemi deri tani me mirë edhe pa tjetër jam kënaqur edhe jam kënar për skuadrën. Në fund trajneri flet edhe për mundësinë e shpalljes kampion dimri, duke qenë vetëm 3 ndeshje nga fundi i vitit. Neve mendoj pozitiv, kemi ambicie gjitha, lojtarët, stafi, jemi në rruga duhur, por nuk dua do flasim për kampion apo për titulli kampion, neve vetëm mund të flasim për në ndeshje radhasi. Në ndeshje radhasi është shumë e rëndësishme për ne, është e Vora, pastaj javë nga javë, kur marroj vitit 24 dhjetor, do zoti pastaj mund do qesh edhe pak. Edhe pse në kalendar është një ndeshje transfer, do të jenë verdë blu të pritës, edhe në këtë fazë, me ndeshjen që është programuar të startojë në orën 16:30 ditën e shtunë.